Detajet e reja kanë dalë në dritë pas ngjarjes së rëndë të sejntes në Sarand, ku mbeti i vrarë me armë biznesmeni 66 vjeçar Recep Ismaili. Një grup prej 5-6 të rinj ka shkuar në orën 21:30 në lokalin e tij, i cili ndodhet pranë karburantit që ai ka në pronësi. Personat që shkuan aty kishin konflikt me një banor të fshatit 6 për çështje pronësie. Në momentin që agresorët mbërritën në vendngjarje, shënjestra e tyre ndodhej në një tavolinë në verandën e lokalit me 66 vjeçarin Ismaili dhe 3 persona të tjerë. Menjëherë mes palëve ka nisur një debat verbal dhe më pas fizik me sende të forta. Burime bëjnë të ditur se Recep Ismaili është futur brenda lokalit dhe ka dalë me një kalashnikov duke hapur zjarr disa herë ndaj të rinjve. Këta të fundit janë kundërpërgjigjur me pistolet, ku njëri prej tyre, Lulzim Tabaku, ka qelluar një herë me plumb në kokë Ismailin, i cili ka mbetur i vdekur në vend. Tabaku më pas është larguar nga vendi i ngjarjes së bashku me personat e tjerë të përfshirë. Policia dyshon se nga pala e autorëve të dyshuar ka edhe një të plagosur, i cili nuk është paraqitur për ndihmë mjekësore në spital dhe nuk është identifikuar. Deri më tani për krimin janë shoqëruar 5 persona dhe po ashtu janë siguruar pamje nga kamerat e sigurisë. Njëkohësisht po ushtrojnë kontrolle në spitalet rajonale dhe në klinikat private me qëllim identifikimin dhe gjetjen e shtetasit të dyshuar të plagosur.